Shikus të nderuar, për pjatin e fëmijëve do të bëj muffins të njelmat me miell tërshërë dhe me perime. Muffin që do të thotë kifle. Janë në këto forma dhe kam përzgjedhur në formë zemre dhe ngjyra të ndryshme që do mos hidhrohen vajza apo djalë dhe secili zgjedh ngjyrën e tyre të preferuar. Marrim vezët, 3 vezë organike. I hedhim në një enë. I rahim me tel kuzhine. Dhe këtu të vezët i shtojmë perimet. E kam ngrirë në erende një kungulleshk të vogël, një karrot dhe një lugë gjethe majdanos të grirë. I hedhim këtu të vezët e rahura. Vazhdojmë i trazojmë. Varësisht sa janë fëmijët të vegjël, mundeni edhe më im t'i grijeni perime. Dhe 2 lugë gjelle miell orizi. Më thënë ato paketimet që janë për foshnjet, në ato mund të gjeni miell orizi. Po këtu i shtojmë edhe gjysmë gote miell tërshëre. Hedhim pak krip, sa për shije, krip Himalaje, sa më të shëndetshme. Dhe një lugë gjelle vaj ulliri. I trazojmë të gjitha bashk. Furrën e kemi ndesur në 200 gradë Celsius. Dhe me këtë mas i mbushim format. E marrin tepsin dhe fillojmë mbushjen. Vendosim nga një lugë vendimin e një lugës tjetër. Shumë të përshtatshme për mëngjese, për fëmijët, ose ti marrin në shkollë. Dhe i fusim në furrë të piqen vetëm 15 minuta. Shikus të nderuar, pas 15 minutave të pjekjes së muffins, i shikojmë a janë pjekur. Fillimisht i provojmë me një rëmojs, nëse del rëmojsa e thatë, atëherë janë të pjekura. Nëse del e lëngshme, atëherë duhet të vazhdon pjekja. Janë pjekur, mjaft. E fikim furrën. Shikus të nderuar, ja dhe muffins janë gati, s'na mbetet gjë tjetër, vetëm t'i servojmë në pjatë.